Enver Fekaj, drejtor i klinikës abdominale. Zotri Fekaj, mirë se ardhët. Përshëndetje. Atëre, kemi raportuar është parë edhe pamje që i dyshuari për vrasin e dy vëllezërve ka marrë trajtim. Si është situata, si është gjendja për momentin? Çfarë plagosje ka? Po, i dyshuari faktikisht është një pacient aktualisht 42 vjeçar. Po. Është pranuar në klinikën e kirurgjisë abdominale për shkak të lëndimit me anë në pjesën e poshtme të abdomenit të barkut. Në këtë region i ka 3 vrima hyrëse nga predhat me armë zjarri. Mirë po, gjendja e tij është stabile edhe klinikisht, edhe në aspektin imazherik, sepse në bazë të një CT-je të realizuar, sot në fakt nuk ka lëndime të organeve intraabdominale, dhe për momentin është në përcjellje dinamike, mos eventualisht në ndërkohë shfaqet ndaj lëndim shtesë eventualisht, por për momentin është stabil dhe nuk ka indikacion për trajtim kirurgjik. Po, nga ajo që shihet, si nëse mund na tregojnë natyrisht, për aq sa mund, si mund të ndodhur kjo plagosje? Urdhani sekond qartë. Po, si mund të ketë ardhur nga plagët që keni parë, si mund të ketë ardhur deri tek plagosja? Po, këto janë çështje teknike, të cilat unë nuk mundem me definu dhe me shpjegu, po në fakt janë 3 vrima hyrëse, ndërkohë që me CT-n përshkru një numër i predhave në paretin e abdomenit, dhe në murin e barkut, po që s'kanë depërtu brenda abdomenit dhe nuk ka lëndime të organeve intraabdominale dhe në pelvik, dhe as të strukturave vaskulare. Po, derisa duhet të mbahet aty, a duhet të përcillet përgjatë kjo gjendje që e ka? Po, realisht janë 24 orë aktualisht për afërsisht, dhe prej momenti që ka ndodhur lëndimi, nuk ka shenja klinike, që deri ditën e nesërme, eventualisht pas nesër, do të definohet saktësisht dhe nëse nuk ka nevojë për ndërhyrje kirurgjike, atëherë normalisht që lirohet nga klinika jonë. E qartë. Drejtar, faleminderit për këto informacione. Hajde, gjithë mirë. Punë mbar.